përgëzoj mas pari për festën e madhe sot, për motrën, edhe inshallah ka fat njetë, po si motra e mesme, qysh është me martu një motrë të vogël? Është një ndjenjë shumë e përzime, se si motër pak ma e madhe, e vogla është gjithmonë një përgjithësi e jotja. Besoj e din krejt kush ka motër të vogël, mirëqenia dhe lumturia saj të bën ty një farë përgjithësie, për ndryshe prej Gresës, që është motra e madhe, edhe normal një ndjenjë shumë e përzime, shumë e lumtur, edhe shumë e gëzume për ta që është me njeriu që e do, në ka zgjidhur me zemër, inshallah kam fat. Po, sa është e vështirë për me arrit krejt ato që emocionet, stresin, normal ato gjana që keni qef gjithë sem perfekt me kanë, sa ka qenë e vështirë për një motër me i bo krejt bashk, edhe me kanë të lumtur me gjithë sem. Po na jemi tri, nëse Agnesa ka pas përgjithësi veç mu dok mirë, me qenë pozitive, me qenë sa ma e qetë, edhe unë e Gresa, edhe vllau, edhe jemi ma shumë njerëz, edhe na kanë ndihmu normal edhe organizatorët, edhe besoja kemi dalë krejt, si çdo gjë që e bëjmë bashk, edhe e arrim me bë një punë të mirë. Unë e uroj sukses edhe paqit fat ju tri motrat normal edhe vllau, edhe ju përgëzoj edhe urime për çiftin. Faleminderit shumë, inshallah ki edhe të fat. Krejt kush po na ndjek edhe çdo kush që vendos me lidh jetën me dikën, inshallah i prinen bara.